Jam Diana nga Letra Trofejnë, mirë se erdhët të dashur shigjetar për leximin e juaj të radhës dhe kam hapur letrat dhe nga to dolën mbreti I shpatës, 2 të shpatës, 2 të shkopive dhe 4 të shpatës. Dhe do të nxjerrim një oracle që do jetë një lloj rezultati apo një lloj sqarimi më shumë se 4 letra që kam hapur. Java të dashur po hapet me një qartësi mendore që është mbreti I shpatës, me një qartësi mendore dhe planifikim. Mbreti I shpatës tregon se mendja jote është më e kthjellët se zakonisht. Je sikur duke e ditur çfarë është tani më e drejtë, edhe nëse nuk është më e lehtë. Dhe 2 të shpatës që dua t'i lidh, që të dyja tregojnë pra këtë vendim që ke shtyr, që ke qenë në 2 mendje, por tani sikur nuk mund të injorohet më nga mbreti I shpatës, ke qëndruar pezull mes 2 zgjedhjeve, por kjo javë sikur prish këtë gjendje. Dhe ku duhet veprimi konkret është 2 të shkopive. Shikoj, nga 2 të shpatës që është mëdyshje, hezitim, në një udhkryqë, është 2 ndryshon totalisht energjinë. Ky është një javë planesh, zgjedhjesh dhe drejtimi dhe zgjerimi në një farë mënyrë. Duhet të zgjedhësh ku do investosh energjinë, të mendosh afat mesëm dhe afat gjatë, të mos kënaqesh më me kështu si që është në rregull, është nga që gjithë këtë energji ndryshimi po e sjell mbreti I shpatës të dashur dhe po ju largon nga energjia e 2 udhkryqit, një personi absolutisht, por me 2 koka, me 2 mendime. Kjo nuk është javë konflikti, është një javë, ta them, vizioni plus vendimi. 4 të shpatës kërkon që vendimi që merret me qetësi, pak ngadalë, I qetësh, kosi është mbështetur dhe I ka varë ato 3 shpatat vetëm një sa për të mbjetuar, ngadalë dhe qetë, të mos jeni në presion dhe të mos I bëni vendimet nga lodhja. Ndalu pak dhe reflekto dhe pastaj vepro. Është energjia e gjithë javës juaj. Çfarë nuk duhet të bëni? Mos të rrini në zonën e rehatisë, atë që I quajmë zona e komfortit, nga frika apo ndryshimi se çfarë mund të ndodh, mos e shty këtë zgjedhje duke menduar se do të rregullohet vetë dhe do kaloj ka përcej, dhe mos vepro pa plan. Reflekto, mendo, analizo dhe pastaj. Pra, kjo javë kërkon zgjedhje të vetëdijshme, të qartë dhe pa apo jo spontane. Dhe gjithë kjo është shkëputje nga vjetra, nga mundësi ose nga një situatë që të ka bërë të ngecesh në vend numro, apo të ndihesh rehat në një zonë e quajtur komfort, por që nuk është fare. Kjo shkëputje do të hapë vend, hapësirë për diçka shumë më të madhe. Të dashur shigjetar, jeni duke u qartësuar çfarëdo që të jetë, duke dalë nga një zonë komforti, por që çdo gjë që bëni, aman, bëni duke menduar mirë dhe mos e bëni me shpejtësi. Pra, kush nuk zgjedh drejtimin që do të ecë, mbetet në vend. Kush friksohet cilën ta zgjedh, prap ngelet në dyshime. Kush, të gjitha këto, qartësi, planifikim dhe pa nxitim. Kjo është ajo që kërkohet. Pra, kush nuk zgjedh drejtimin, mbetet në vend dhe të liroheni dhe të fluturoni lirshëm aty ku vërtet dëshironi. Ka ardhur koha tani.